jeni mbledhur për të kremtuar një moment që lidh bashk historinë me ardhmërinë dhe nuk mundet do të mos e përsëris që një koincidencë e madhe bashkoi në një datë 26 maj dy momente shumë domethënëse të historisë së Partisë Socialiste. 26 maj në 96-ës, kur socialistët u përballën me furinë e një dhune dhe me një brutalitet që faktikisht vuri të gjithë Shqipërinë përballë sfidës reale të ndërtimit demokracisë, si sfidë që u shfaq shumë herë më e madhe se sa çfarë dukej në fillim kur u përmbys diktatura, dhe që vendosi Partinë Socialiste në një situatë jashtëzakonisht dramatike,